Megjithse ka shumë raportime për një marrëveshje në mes të Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit për mbështetjen e kësaj të fundit në rikandidimin e postit të presidentes, deklarimet publike të deritashme nënkuptojnë të kundërtën dhe ato vijnë nga të gjitha partitë që përbëjnë koalicionin e lëvizjes vetëndosje, përveç Sef Marinës. I pari është ai kryeministri në detyrë dhe kryetari të VV-s Albin Kurtit, i cili në një intervistë për agjencinë e lajmeve Kosova Press në fillim të muajit nënkuptoi pasigurim për rizgjedhjen e Osmanit në postin e presidentes, pasi siç thot ai, nuk i kanë 80 vota. Për Kurtin, pavarësisht që po afrohet shumë data strikte e 4 marsit, kur i skadon mandati presidentes, ai thot se janë disa hapa të tjerë që duhet të ndiqen deri në atë ditë. Tash ne kemi parë deklarimin e presidentes, së pari duhet ta formojmë kuvendin dhe qeverinë, duhet ta votojmë buxhetin, janë 3 hapa para se të vijmë te rizgjedhja e presidentes. Besoj se pas këtyre hapave do të shohim se cilat janë gjasat përpara. Po ashtu duhet të ulemi me presidenten dhe të diskutojmë. 80 veta në sallë është vështirësi e konsiderueshme, deklaronte Kurti për Kosova Press dhe shtonte, ne 80 vota nuk i kemi. I dyti është Nezir Kraki, deputeti i partisë së dytë më të madhe të koalicionit të lëvizjes vetëvendosje, listës Guxo. Ai nuk ishte në gjendje të konfirmonte nëse qëndrimi i partisë ku ai përket është vota pro Osmanit ose jo. Nuk është momenti me qitkerin para Kieve, kam vlerësi maksimal për Vjosa Osmanin. Nuk mund të flas tash për pozicionin e Albin Kurtit dhe Donika Gërvallës. Nuk kemi kandidat në Guxo për president. Janë diskutime që duhet me u zhvillu. Pse me thënë unë që kemi kandidat, ende nuk janë certifiku votat, deklaron deputeti Kraki në emisionin Debat Plus para pak ditësh. I treti është qëndrimi i njëjtë me dy të parët që vjen nga kryetaria e Partisë Alternativa, Mimoza Kusari Lila, një partnere tjetër koalicioni e lëvizjes vetëvendosje. Në një intervistë për OTK-n, Kusari Lila është shprehur se duhet të ketë diskutime me të gjitha partitë për postin e presidentit. Jam e bindur që duhet të ketë diskutim të përbashkët. Ajo që partitë politike deklarojnë kur pyeten për presidenten Osmani ose emra të tjerë, mund të japin deklarime që nuk janë konfirmime të partisë. Njëjtë edhe unë sot nuk mund të them se a do të ketë edhe një emër tjetër përveç zonjës Osmani, sepse duhet konfirmim edhe nga VV-ja si partneri më i madh i koalicionit ton për mbështetje të rikandidimit potencial të saj, si dhe diskutimi se çka nëse nuk mund të arrihen 80 votat, ka thënë Kusari Lila. Mëtej, kryetaria e Alternativës ka thënë se deri tani e vetmja kandidaturë zyrtare për postin e presidentit është ajo e zonjës Vjosa Osmani, por ajo flet si Kurti dhe Kraki, duke thënë se ende nuk kanë ardhur te ky hap. Nuk kemi ardhur në pikën ku ka propozim të dytë për president, është vetëm kandidimi i zonjës Osmani. Si temë ende nuk është hap, sepse nuk është hap ende as tema e dikastereve qeveritare për Kurti 3 me mandat të qartë. Sa i përket mbështetjes së zonjës Osmani nga LDK-ja, është pozicion ose qartësim që duhet të vinë nga ata vetë, thot Kusari Lila. Derisa partitë opozitare ende nuk kanë një qendrim zyrtar rreth postit të presidentit, duke qenë që në përto po ndodhin disa zhvillime pas humbjes së thellë në zgjedhjet e 20 dhjetorit 2025, janë dy opinione të shkruara nga ambasadori evropian në vendin ton, si vetë ambasadori i BE-s Ivo Rav, ku kërkohet stabilitet politik në vitin 2026. Besoj se zgjedhjet e 20 dhjetorit do të mundsojnë konstituimin e shpejtë të kuvendit dhe formimin e një qeverie stabile. Kosova nuk e ka luksin një viti tjetër të stanjimit, shkruan ambasadori Orav në opinionin e publikuar në Koa me titull "S'ka më kohë për të humbur", 2026 atë sjell institucione funksionale dhe progres. Shumë më i drejtë për drejtë se ambasadori Orav ishte ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë, Jonathan Hargreaves, i cili në opinionin me titullin 10 dëshirat e mia për vitin 2026, i publikuar po ashtu në Koa, foli kështu: "Qeveri vendimtare dhe stabile, tani që kanë përfunduar zgjedhjet Kosovës i nevojiten urgjentisht një kuvend dhe një qeveri sa më shpejt që të jetë e mundur, si dhe të zgjedhë një president, pa pasur nevojë edhe për një palë zgjedhje të tjera. Politikanët duhet të kapërcejnë mosbesimet e ndërsjellta dhe të përshtatin ambiciet e tyre personale", thoshte ai.